Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti në Sot Live në Shqipëri, në ekranin e Report Televizion, shkurtimisht të një me disa prej zhvillimeve kryesore. Indjek. Me njerë pas urdhrit të Ministrit të Drejtësisë, forcat operacionale të burgjeve transferuan gjatë natës në masat të rrepta sigurie 33 të burgosur nga Durrësi në burgun e sigurisë të lartë të Peqinit. Prokuroria e Durrësit, e cila po heton arratisjen e Altin Docit, sekuestroi dhe kartelet se si një i akuzuar me rrezikshmëri të tillë u transferua në vitin 2020 në burgun e Durrësit. Tet persona u arrestua në burgun e Durrësit pas arratisjes së Altin Docit, teksa ishte shoqëruar për vizitë nga paraburgimi në spital. Kryesorët janë policët e grupit shoqërimit që nxorën nga ambulanca e burgut pa pranga. Mjeku i burgut e vizitoi dhe kryeinfermieri firmosi për vizitën urgjente brenda ditës. As drejtoria e burgjeve dhe as policia nuk u njoftuan për lëvizjen, shkarkoi drejtori i burgut të Durrësit dhe zinxhiri komandues. Ministrja e Jashtme Elisa Spiropali ju përgjigj opozitës duke theksuar se vendimi i Departamentit Amerikan të Shtetit për ngrirjen e vizave të emigracionit për 75 vende nuk tregon posaçërisht Shqipërinë. Ai thotë se kjo është një masë administratës amerikane për të kufizuar abuzimet me ndimet që ofron sistemi amerikan i migracionit dhe nuk prek viza turistike apo ato studentore. Një 52 vjeçar u arrestua në kuadër të operacionit policor të koduar Kargo afrim Meça u kap në fshatin Luz të Fushkrujës duke transportuar me automjet 60 kg kanabis të vendosur në 6 thas. Kanabisi do të shitej në doza të vogla në qytetin e Krujës dhe në Tiranë dhe sipas policisë vlera e tij shkon në 60.000 euro. I huaj nga thellësia e së ardhmësime, e përshtatur dhe dramatizuar nga Jonathan Bertolai, bazuar në romanin i huajt Albert Camus, rikthehet te teatri kombëtar eksperimental Kujtim Spahivogli, pranë Art Turbinës. Drama do të vihet në skenë nga sot deri më 18 janar në mbrëmje.